Sa përqen ju kanë shpëtu? 0%, ose më thonë edhe ma pak. Tash me këto mullat që po i shohim në për to, çka Këto s'ky çka, veç të mi këqyr kështu, as më s'mi këqyr heq bëse, se veç bash nervoz. Unë kam pranë 4 hektere e gjys. Po ti punosh çto 4 hektere e gjys. Në kontën tuaj duhet të kesh 20.000 euro për mi shpall luftë që ti plantacione. Unë jam Kosovë Blakaj, fshatit Kovrag, për ndryshe pemtar, posedoj 4 hektare gjys në pemishte. Mollë, kryesisht. Okej. Do me thonë, ju keni të mbyllura vetëm kulturën e mollës. Po fakt. Sa përqen ju kanë shpëtu? 0%, ose më thonë edhe ma pak. Që shini ndjen ato momente kur e keni po që të gjitha ju kanë dëmtuar? Po s'ki që është mundi mirë të kuptohet, keq, shumë keq. Fatkesi, ma madhe veç tragedi kështu në familje ma pas njeri, për ndryshe edhe pjesë e familjes është dhe kjo, se majmë familjen me qëta. Çfarë mesazhi keni për institucionet? Mesazhi jam kish më qanë kështu, fermerët duhet të mbështeten patjetër. Për ndryshe ti jesh fermer, ose pemtar, ose bujk, tash është patriotizëm. Do më thonë që po kontribon për shtetin tënë, po punon për shtetin tënë, po ushqen familjet shqiptare këtu të na. Kjo është mesazhi im. Kështu që te Ministria e Bujqësisë apeloj që ti ndihmojnë fermerët. Po nëse kalkulojmë më parë, nuk na kanë ndihmu. Unë po shpresoj që na ndihmojnë. Kjo është mesazh që ata duhet më ndihmu edhe çdo më të ndihmu. Si çdo më prit na mi thon aty ne, ata do të më kanë kujdesshëm vet. Tash me këto mullat që po i shohim në për to, çka kemi? S'ky çka, veç të mi këqyr kështu, as më s'mi këqyr heq bëse, se veç bash nervoz. Breshëri so minuta ka ro edhe a i ka dëmtu vetëm mollat në pemë apo ka ndiku edhe në trupin e molla? Breshni ka zgjatë dikon afër 30 minutave, nuk e di saktësisht sa ka më qenë, dikon afër 30 minutash, për pas që ka dëmtu frutat, ka dëmtu edhe trupat. Domethënë kjo është me pasoja afatgjate, domethënë jo për pas këtë vit, o kry ky vit, po edhe vitin e ardhshëm, si do t'jetë, është me pasojat. Shihet kjo qartë, që mundi me fokusuar me kamerën ky djalë i ri, edhe domethënë janë bërë damet këto, që këto janë të pariparueshme. Për pas trajtimit që na do të më bëj tash, me kriju shpenzime edhe i herë, këto janë damet pariparueshme. Domethënë nuk e di veç ata të fushave të kësi, se na nuk jemi edhe fort eksperta për këtë pjesë, se s'na ka ndodhur të kalumen. Nuk jemi të kësaj fushë, mund ekspertat e bujqësisë me na tregu, me na ndihmuar në njëjtën kohë, që na çka më bën në tutje. Për ndryshe këto është dami është shumë vjeçar, përpos këtë vit që është. A rrezikohet tash edhe familja juaj? Po sigurisht që rrezikohet, nëse ta nuk na mbështetin neve, na s'kem vullnet që të vazhdojmë tutje, por ndryshe do të më marr ndaj mos tjetër, më gjet ndaj zgjidhje tjetër, me lën këtë farë kështu, më marr me diçka tjetër, që është e dëmshme në një farë formë, është edhe për të ardhur keq, se bujkun me lëndu kështu këtë formë, nuk është që na kanë lëndu këta, natyra ka ndodhur, po duhet mi mbështet, mi stimulu, mi motivu që të vazhdojnë tutje. So javë edhe so muaj keni punu për me arrit deri këto? Kjo ka ndodhur prej dhëtorit, kemi fillu me krastitjen, edhe janarin, edhe shkurtin, edhe deri me tani. Krastitja, plerimi, gjitha gjona tjera. Ne kam pas një punëtor që kemi krastit vazhdimisht, e ka pas me ditën e ka pas 30 euro, plus ka pas ushqimin, edhe gjona tjera. Po, unë kam pranë 4 hektere e gjys. Po ti punosh çto 4 hektere e gjys. Në kontën tuaj duhet të kesh 20.000 euro për mi shpall luftë që ti plantacione, për nëse do mi punu mirë, për ndryshe ti mosh mi punu shkelë shko, po këto kanë qenë në mënyrë profesionale të punume. Domethënë këto i kemi ekzistencë familjare. Tjetër punë s'kam unë. Ç't punë bëj? Ama me shto jetojmë familja komplet. 5 antarësh. Sigurisht qohemi në ora 7 mëngjesit ose në era dhe më herët. Si zakonisht do të pimë edhe kajkave mëngjesër. Dalim rregullisht, i kontrollojmë pemishtet tona, ju isim, ja lëshojmë sistemin është peshëni pik është. Domethënë gjanat çka ka nevojë kjo. Si pemishte na i bëjmë çto gjana që i duan këtyne. Tjerat, çështu. Vjet s'kem pas dëmtime për Breshnit. Kem pas probleme me ngricat, e hershme që kanë qenë në prill, dikon ka 15 prilli ka qenë një ngric, e i ka dëmtu dikon 70%. S'kemi pas së vetësënime, për kontrazi kemi pas na kanë shtima apliku edhe së marrë kukush me neve.
Po shpresojmë që tash domi është 120%, se për më konë 100% është e tejkalueshme, për 20%, 120% po them për shkak që i ka dëmtu edhe trupat. Se ti shkon veç frutat, e shkon e tejkalueshme kjo pjesë. Po nuk di që them me dyshje, po na i kemi ndërtu me pemishtet, nuk kemi shtek që i loma dhe kajt ashtu asi, po nuk po duhet tash mu dorëzu komplet, po mirë është ata mos më na lani edhe mu dorëzu.